Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Thoni lam të mirë reumatizmës, kjo recet ka habitur edhe mjekët, ja si ta përgatisni. Dhimbjet reumatike janë shumë të forta dhe thuajse nuk qetësohen dot pa medikamente. Kjo recet që ne do t'ju paraqesim në këtë video është shumë efikase në qetësimin e dhimbjeve reumatike dhe dhimbjeve të tjera. Vaj me spec djegës është një mënyrë tërësisht efikase në lehtësimin e dhimbjeve sepse ajo nxit qarkullimin e gjakut dhe gjithçka që juve do t'ju nevojitet janë 10 speca të freskët të djegës dhe 2 gota me vaj ulliri. Lajni specat në një mënyrë efikase dhe priteni ato në copa të vogla. Futeni në kavanos qelçi dhe hidhni 2 gota të vajt sipër. Lëreni vajin e specave të qëndrojë në një vend të errët dhe të thatë për plot 7 ditë. Ndërkohë pas këtyre ditëve, kullojeni vajin me anë të një nape. Masazhoni zonat që ju dhëmbin me këtë vaj. Këtë procedurë mundet që ta përdorni të paktën 2 herë në ditë derisa dhimbjet tuaja të kenë kaluar plotësisht. Është e rëndësishme që ta mbani trupin tuaj të ngrohtë pasi të keni aplikuar masazhin me vaj djegës. Ndërkohë, ju mund të përdorni edhe hitrat për sa i përket shëndetit tuaj të kockave. Hitra është një bimë fantastike e cila ka mjaft vlera shëndetësore dhe në Shqipëri hitrat janë përdorur si në gatime ashtu edhe në trajtime natyrale për shumë sëmundje. Kjo bimë është përdorur prej shekuj edhe për të kuruar simptomat e alergjive, veçanërisht ato të shkaktuara nga poleni dhe njëkohësisht pluhuri. Hitra, fal vlerave diuretike, janë shumë të përdorura për trajtimin e problemeve të veshkave dhe infeksioneve urinare. Lëngu i tyre është perfekt edhe për të larguar lëngjet e tepërta që organizmi juaj prodhon, duke lehtësuar funksionin e zemrës dhe njëkohësisht qarkullimin e gjakut, por së fundmi një studim doli në përfundimin se hitra mundej që të përdorej për trajtimin e artritit. Personat të cilët ishin të përfshirë në këtë studim vonë re se pas aplikimit të pastës me hitra të shtypura, dhimbjet e kockave qetësoheshin. Gjithashtu, ata vonë re se dhimbja ishte më e paktë përgjatë trajtimit një javor. Sipas të dhënave të mbledhura nga studiuesit, dhimbjet e personave të cilët vuanin nga artriti qetësoheshin në sajt të përmbajtjes së lartë të serotoninës dhe njëkohësisht të histaminës. Këto 2 substanca janë neurotransmitorë të cilët dërgojnë në tru sinjalin e dhimbjes. Nga ana tjetër, kur hitrat konsumoheshin në formën e lëngut të shtrydhur apo çajit, u vure se arrinte që të paksonte acidin urik. Ky acid prodhohet kur organizmi tret proteinat dhe akumulohet në nyje dhe njëkohësisht në kocka, duke shkaktuar inflamacion dhe dhimbje. Si ta konsumoni hitrën për të trajtuar dhimbjet të cilat shkaktohen nga artriti? Metoda e parë e trajtimit është që ju të aplikoni atë direkt në zonën ku keni dhimbjet më të forta. Një pastë me gjethe hitrash të shtypura. Mjafton që të shtypni në mikser gjethe të njoma hitrash me pak vaj ulliri dhe me të lyeni zonën ku ju keni dhimbje. Mbajini rreth 5 deri në 10 minuta dhe më pas pastrojeni me një letër dhe më pas shpëlajini mirë. Në qoftë se ju nuk e duroni dot djegjen karakteristike të hitrave apo shikoni që lëkura juaj reagon keq ndaj këtij trajtimi, ju me patjetër duhet që të përdorni metoda të reja. Mjafton që të pini
një lugë gjelle me lëng hitre të njom 3 herë në ditë për 15 ditë dhe kështu do të shihni ndryshime. Gjithashtu edhe çaji i përgatitur me hitra, si të njoma ashtu edhe të thata, ka aftësi qetësuese të dhimbjeve të cilat janë të shkaktuara nga artriti. Konsumojeni këtë çaj nga një filxhan të paktën 3 herë në ditë. Ndërkohë, nëse ju nuk vuani nga artriti, është e mira që të përfshini në regjimin tuaj ushqimor hithrën duke e përdorur në gatime. Ajo përmban flavonoid, vitamin A, enzima dhe njëkohësisht antiinflamator të cilët shërbejnë për mirëqenien e organizmit. Sipas ekspertëve, ju duhet të dini se ekzistojnë mjaft receta natyrale të cilat mund t'ju vinë juve në ndihmë për të paksuar dhimbjet e reumatizmës. Artriti reumatoid është një sëmundje autoimunitare e cila prek miliona njerëz në botë. Kjo sëmundje është 2 apo 3 herë më e përhapur tek gratë se tek burrat. Pacientët të cilët të vuajnë nga kjo sëmundje zakonisht marrin medikamente të cilat gjithashtu shërbejnë kundër inflamacionit. Kundërto mund të përmendim aspirin apo paracetamol. Studimet mbi kurat dhe trajtimet për artritin dhe reumatizmën janë të vazhdueshme, por kohët e fundit, sipas të dhënave, shkencëtarët po marrin në konsiderat rolin antiinflamacion të vajit të ullirit. Sipas tyre, vaji i ullirit mundet që të jetë po aq i dobishëm sa edhe një dozë ditore e ibuprofenit apo ilaçeve qetësuese. Studiuesit gjithashtu kanë zbuluar se një substancë e vajit të ullirit e quajtur oleokantal është identifikuar si përgjegjëse e shumë prej vlerave antiinflamacion të vajit të ullirit. Ajo gjithashtu luan edhe rolin e antioksidantëve që lufton njëkohësisht radikalet e lira në organizëm. Studiuesit kanë treguar se një stasi prej 4 lugë gjelle vaj ulliri në ditë e furnizon trupin tuaj me një stasi të bollshme të oleokantalit. Ndërkohë, ekspertët rekomandojnë pirjen e një minimumi një lugë gjelle me vaj ulliri në ditë, sidomos në mëngjes. Ne ju rekomandojmë vaj ulliri ekstra të pastër. Fëmijët mund të konsumojnë një lugë çaj me vaj ulliri të ëmbëlsuar me pak sheqer. Rekomandohet gjithashtu ndjekja e një regjimi ushqimor mesdhetar i cili gjithashtu përfshin edhe konsumin e rregullt të vajit të ullirit në mënyrë që ju të shmangni inflamacionin. Ky regjim ushqimor gjithashtu do të ulë rrezikun e ishemisë, sëmundjeve të zemrës dhe njëkohësisht të mushkrive dhe të sklerozës. Sipas ekspertëve, gjithmonë mundohuni që të kryeni sadopak aktivitet fizik në mënyrë që të mbani kockat tuaja në lëvizshmëri, pasi edhe qëndrimi për një kohë të gjatë ulur mundet që të ketë efekte negative në shëndetin tuaj dhe në dobësimin dhe humbjen e masës muskulare. Gjithmonë tregohuni të kujdesshëm të konsumoni ushqime të shëndetshme të cilat do të jenë në dobi të shëndetit të kockave tuaja. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!